Përshëndetje, shpirt i bukur, si je? Shpresoj të jesh shumë mirë. Nëse jeni të ri këto, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Rina, jam një psikologe dhe një coach. Jam nga Kosova, për jam rritur në Londër dhe këtë kanal e kam kriju për me të ndihmu ty. Me të ndihmu mi arrit të gjitha ëndrat, të gjitha qëllimet e tua dhe për me kuptu veten më mirë dhe me shëru veten nga e kaluara. Sot kjo video është pikërisht për prindërit. Është edhe për ata që dëshirojnë me u bo prind në të ardhmen. Besoj që çdo person duhet me shiku këtë video, sepse të jesh prind është puna më e mirë dhe më e vështirë që ti mundesh me bo najherë. Nëse je prind, e dini dhe më kuptoni shumë mirë se për çka po flas. Së pari dua me ju falenderu që jeni këto dhe që po e shikoni këtë video, sepse sa ma shumë që ti mëson, sa ma shumë që ti mundosh me ndryshu dhe me qenë një verzion ma i mirë i vetës, ti nuk i me pas ndikim veç të fëmit e tu, po edhe tek gjeneratat që vinë pas teje. Besoj që ne, sidomos shqiptarët, kemi shumë për të ndryshuar, se cili prej jush e di që e ka një histori, ndoshta të ngjajshme nga fëmiria, ku ndoshta nuk e keni marrë atë aprovimin, atë dashurin, atë vëmendjen që keni dasht, që ka qenë shumë e rëndësishme, dhe tash ka ardhur koha me ndryshu këtë, për gjeneratat që vinë, me ndryshu dhe me kriju fëmijë emocionalisht më të shëndetshëm. Në psikologjinë e zhvillimit të fëmijës ose developmental psychology, kemi mësu shumë për attachment theory që është formuar nga John Bowlby. Ai tregoi që lidhja emocionale me prindrit formon bazën e identitetit të fëmisë. Formon bazën e personalitetit të fëmisë. Fëmijët kanë nevojë për siguri emocionale. Këtë shumë prind nuk e kanë kuptu më përpara, që siguria emocionale ka qenë shumë e rëndësishme. Studimet nga Mary Ainsworth treguan që fëmijët me lidhje të sigurt qajnë më pak, kanë më pak stres, eksplorojnë më shumë botën, ndihen të sigurt me eksploru dhe kanë më shumë stabilitet emocional. Dhe kjo i shoqëron edhe kur ata rriten. Kjo nuk ka të bëj me sa shumë kohë je fizikisht aty ti me fëmin tënd. Ka të bëj më shumë me sa je ti emocionalisht i pranishëm. Pra, nuk është e mjaftueshme që ti veç me qenë prezent me atë fëmijë. Ti duhesh me shpreh te ai fëmijë që ti po e kupton, që ti po i kupton ato emocionet që ai fëmijë ka. Në çdo fazë, sepse fëmijët kalojnë në shumë faza gjatë jetës. Për shembull, djali im tash i ka gati 2 vjet dhe është në atë fazën ku truri i tij është shumë i papjekur dhe vetëm reagon emocionalisht. Dhe ne si prind duhemi me kuptu që kë nuk ka logjik për momentin, kë nuk mundet me reagu si i rriton, sepse është shumë i vogël dhe çdo gjë është e re për të, dhe ne duhemi me qenë ajo qetësia për të, që ai me u mësu si me i rregullu emocionet e tij, që ai me pas më të lehtë më vonë, edhe kur të rritet, edhe kur të gjen një partner, me qenë një person emocionalisht mirë. Kur fëmia nuk ndihet i pranuar nga ti, ndodhin disa gjëra. Ai fëmijë mëson me i shtyp ndjenjat, fillon me kërku aprovimin e të tjerëve vazhdimisht, e humb atë lidhjen me veten dhe nuk i beson emocioneve të veta, sepse ti i thu që nuk janë të vërteta, dhe fillon me besu që ai ose ajo duhet me qenë perfekt për me qenë i mjaftueshëm. Shumë probleme që shohim të rriturit sot, për shembull si ankthi, depresioni, mungesë vetbesimi, marrëdhënie toksike, varësi emocionale, këto nuk fillojnë kur ne jemi të rritur, këto fillojnë në fëmijëri.
Dhe është një psikologe shumë e mirë, është amerikane, flet vazhdimisht për sa të rëndësishme janë 3 vitet e para të jetës të një fëmije. Nëse nana dhe babaja janë pranë atij fëmije, nëse kemi fat, mundemi me shpenzu shumë kohë me fëmijën ton, është shumë mirë. Po ajo thotë që sa ma shumë kohë që ti shpenzon me fëmijën e tu, kur ki kohë, dhe kur ti i jep vëmendje, i jep dashuri, e bën atë fëmijë me u ndi që janë të rëndësishëm për ty. Ata mësojnë që janë të rëndësishëm, ata mësojnë për veten nga ti. Ti i mëson gjithçka. Është edhe një koncept tjetër që vjen nga Donald Winnicott. E ka një libër që quhet The Good Enough Parent në anglisht. Ti mundesh vetëm me qenë një prind mjaftueshëm i mirë. Nuk do me thonë që ti duhesh me qenë perfekt, sepse asnjë prind nuk mundet me qenë perfekt, po mundesh me bo më të mirën e mundshme. Nëse ti e sheh fëmijën tënd, e vlerëson atë fëmijë, e qetëson, që kjo është shumë e rëndësishme, dhe je emocionalisht i qëndrueshëm. Nëse ti nuk din me i rregullu emocionet e tua dhe shprehesh vazhdimisht te fëmija yt, ai ka mu mësu me reagu si ti njejt, sepse ti po i tregon që ashtu duhesh mi menaxhu emocionet. Po nëse ti qëndron si ajo baza e qetë, e di që nuk është e lehtë gjithmonë, po them kur ti mundesh. Besoni e di sa e vështirë është, se tash që jam prind vet, e shoh sa shumë nuk pas na ditë për veten time, është si me rilin prap, është mënyra më e mirë me punu me veten tone, sepse mëson qatë shumë prej vetës, dush me kultivu qatë shumë durim, dush me punu në veten edhe më shumë, edhe nëse ti mendon që ke punu mjaft në veten, kur ti bëhesh prind, e kupton që wow, halo e pasna shumë gjëra me shëru, halo e pasna nevoj me u përmirësu, sepse ndonjëherë ndoshta edhe ato gjëra që të kanë ndodhur në të kaluarën tënde shfaqen, automatikisht e ti nuk mundesh mi kontrollu. Për atë arsye duhesh shumë me punu në këtë dhe me u mundu me i rregullu emocionet e tua sa ma shumë që ti mundesh, nëse dëshiron me pas fëmijë të shëndosh. Neuroshkenca tregon që truri i fëmisë zhvillohet përmes lidhjeve emocionale. Kur prindi qëndron i qetë, edhe fëmia mëson me i rregullu emocionet. Kur prindi është vazhdimisht i stresuar dhe e shpreh, e shfaq atë ose mundohet me disiplinu fëmin, që m'fal, unë nuk besoj që është e mundur me disiplinu një fëmijë që nuk është ende i zhvilluar, sepse nuk e kupton, ti e mëson që ai duhet me reagu njëjtë si ti në stres. A është më mirë me u mundu me mësu atë fëmi mi rregullu emocionet, me u mund mu ull afër tina ose të sajna, dhe me kuptu, dhe vetëm me ndëgju. Nuk ka lidhje se çfarë moshe është fëmia jot, ndoshta ai ka 2 vjet, ndoshta është adoleshent, ndoshta është i rritur. Gjithmonë ka me pas nevojë për ty. Ai fëmijë, sepse është fëmia yt. Dhe asnjëherë nuk është vonë me kriju një lidhje më të shëndosh me fëmin tënd. Nuk do thotë që është fundi i botës nëse këto gjëra ti nuk i ke ditë kur kanë qenë fëmijët e tu të vegjël, mundesh me ndryshu edhe tash. Kur fëmia flet, mos e ndërprej. Mos i trego çka me mendu. Ndonjëherë si prind mendojmë që menjëherë duhemi me dhon këshilla, duhemi me mundu, me ndryshu diçka, me i ndihmu atij fëmije, po shpesh herë më e mira që ti mundesh me bo është veç me dëgju dhe me bo atë fëmijë me u ndi që ti po e kupton. Këto emocione janë shumë reale. Ndoshta ty nuk të duket serioze sepse ti ki probleme më të mëdha, po për fëmin tënd është shumë e madhe. Mos i thuaj fëmis mos qaj. Kjo është gjëja më e keqe që mundesh mi thonë një fëmis, sepse ti e mëson që nuk është mirë mi shpreh emocionet, për atë arsye shumë të rritur e kanë shumë të vështirë mi shpreh emocionet dhe vazhdimisht kërkojnë falje kur shprehen emocione. Këtë e shoh shumë te klientët e mi dhe shpesh ju them, është okay, s'ki nevojë me thënë fal. Është krejt në rregull me pas emocione. Duhesh të kuptosh që rregullimi emocional vjen prej teje.
ti duhesh me u mësu mi rregullu emocionet e tua. Edhe ndoshta për herë të parë ti po e kupton sot që ti nuk din si ti rregullosh emocionet e tua, sepse asnjëherë kërkush nuk t'ka mësu. Dhe nuk i faj, dhe nuk je vetëm. Ka shumë njerëz që janë në të njëjtën pozitë, nuk dinë si mi rregullu emocionet. Po ka shumë gjëra që munden me të ndihmu. Me i pranu emocionet, me shkru, me meditu, me reflektu dhe me kuptu pse po reagon ashtu. Nga ku kanë ardhur këto bindje limituese? Ku e ke mësu që fëmia nuk duhet me qajt? Kush t'ka thënë ty mos qaj? Kush t'ka thënë që nuk je i mjaftueshëm? Kush ka thënë që ti duhesh me bo ma shumë për me qenë i dashton? Duhesh me shëru të kaluarën tënde për me qenë prind më i mirë. Sepse nëse nuk e shëron, ato bindje kanë me dalë automatikisht. Dhe ti ke me u shpreh njëjtë si prindjet. Dëgjoj, fëmia nuk ka nevojë për shumë. E di që ndoshta kërkesat rritën kur të rritën pak, ende nuk jam në atë fazë, po më po flas nga ana psikologjike. Fëmia yt ka nevojë për vëmendjen tënde të plotë. Nëse është i vogël dhe ai fëmijë don me lujt me ty, ti duhesh me u ul dhe me lujt me fëmin tënd. Nëse e bën kët, ti po i tregon që ai ka rëndësi, ai ose ajo ka rëndësi për ty, që ti ki kohë për atë fëmijë, që asgjë në këtë botë nuk është më e rëndësishme se ata. Edhe diçka tjetër që dëgjoj shumë është që unë dua me bo fëmin tim të pavarur. Po është shumë interesant sepse sa ma shumë që ti shpenzon kohë dhe energji në fëmin tënd, është si investim. Ti po investon të ai fëmi. Ti po e krijon një botë të brendshme të ata, qaq të pasur, qaq të mirë, që ata me u ndi të sigurt edhe kur ti nuk je aty. Nëse ti tregon gjithmonë që je aty për ata, edhe nëse nuk je fizikisht aty, ata kanë me pas më të lehtë me qenë të pavarur. Edhe më vonë, kjo lidhet edhe me attachment styles. Në psikologji kemi a secure attachment style, tani kemi anxious attachment style, ajo lidhja ku ne nuk ndihemi të sigurt me partnerin, gjithmonë duhemi me u siguru që na dojnë, dhe kjo vjen nga fëmiria, ose avoidant attachment style, ku ne distancohem shumë nga prindi, sepse shohim që nuk e marrim atë që dojmë dhe distancohem dhe mundohem me i rregullu emocionet vet. Fëmia mëson që okay, prindi nuk është aty për mua, une jam vet dhe okay, kjo do të thotë që une nuk kam nevojë për askënd dhe une duna mi menaxhu krejt gjërat vet, dhe kjo e shoqëron edhe kur të rritën. Shumë persona e kanë këtë attachment style. Muj me fol për këtë temë shumë, po shpresoj që të paktën ju kam ndihmu ndoshta me kuptu që më e rëndësishmja nga krejt këto gjëra është që ti të shpenzosh kohë të plot me fëmin tënd. Okej, shpirti i bukur, shpresoj që të ka pëlqy kjo video, shpresoj të kaloni sa më mirë dhe sa më bukur me familjet e juaja, dhe shihemi në videon tjetër. Tong tong, miru pafshim, ju dua shumë.